Përshëndetje dhe mirë se po të takojmë përsëri me temat tona të provimit Goethe me modulin Lesen apo modulin e leximit. Ky modul Lesen të zgjasë parafërsisht 25 minuta. Këto na thot dieser Test hat 3 Teile, ka 3 pjesë. Sie lesen kurze Briefe, Anzeigen etc. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. Kreuzen Sie die richtigen Lösungen an. Këto nëse se çka përmban testi dhe në fund sigurisht duhet të zgjedhim se cila është përgjigjja e saktë. Dhe në fund thot schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen an den Antwortbogen. Wörterbücher sind nicht erlaubt, natürlich. Dhe natürlich pa unë për shumë kohë, do të vazhdojmë me pjesën e parë, Teil 1. Këto na thot. Lesen Sie die beiden Texten und die Aufgaben 1 bis 5. Pra, tek pjesa e parë I kemi 2 tekste dhe detyrat janë prej 1 deri në 5. Prandaj do të thonë na parashtrohen 5 pyetje. Kreuzen Sie an richtig oder falsch. Do të kryqëzojmë a është sakt apo është gabim. Këtu kemi një Beispiel. Renate ist nächste Woche in Weimar. Na ka thënë që është richtig. Kur ta lexojmë tekstin, e kuptojmë se është sakt dhe 2 pyetjeve të para do t'i përgjigjemi. I kemi këtu një tekst. Hallo, është si betreff. Liebe Nora, ich bin nächste Woche 3 Tage von Montag bis Mittwoch in Weimar. Ich muss viel arbeiten, habe viele Termine, aber am Dienstag ab 18 Uhr habe ich Zeit. Können wir uns dann sehen? Ich wohne im Hotel 3 Kronen in der Parkstraße. Das Hotel hat ein sehr gutes Restaurant. Wir können dorthin gehen. Was denkst du? Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, Renate. Pra, ai personi që dërgon është ja vajza e Renate, I dërgon letër Noras, shoqës së saj. Ku I thot, unë jam javën tjetër 3 ditë prej të hanës deri në të ditën e mërkur në Weimar, duhet të punoj shumë, ka shumë termine, por të ditën e martë në orën 18 ka kohë, Renate. E pyet, a mundemi ne të shihemi? Unë banoj në hotelin 3 Kronen tek rruga Park. Hoteli thotë ka një restorant shumë të mirë, ne mundemi të shkojmë aty. Çfarë mendon? Ich freue auf dich. Gëzohem për ty. Pyetja e parë thotë kështu. Renate macht in Weimar Urlaub. Renate bën pushime në Weimar. Këto tha, unë jam javës tjetër në Weimar, mirë po, thotë ich muss viel arbeiten. Duhet të punoj shumë, prandaj kjo nuk ka ardhur për pushime, po ka ardhur për të punuar. Kjo I bjen pyetja e parë të qese gabim. Falsch. Sie möchte am Abend mit Nora zusammen essen. Ajo dëshiron në mbrëmje me Norën së bashku të darkojnë. Sipas tekstit që e pam, kjo ishte e saktë. Pjesa e parë e ka dhe një tekst tjetër ku do ta shohim së bashku. Liebe Sportsfreunde vom Verein 1896. Të dashur dashamirë të sportit të klubit 1896. Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Sommerausflug machen. Wir fahren mit dem Bus an der Dümmersee, dort wollen wir wandern und in einem netten Restaurant zum Mittagessen. Thot edhe këtë vit neve dëshirojmë të bëjmë një ekskursion veror. Ne thot udhtojmë me autobus në Dümmersee, tek lumi Dyma. Atje thot dëshirojmë neve të ecim të një restorant shumë të mirë, thot dëshirojmë të trekojmë. Abfahrt ist am 27. Juni 9 Uhr vor dem Vereinshaus. Thot nisja është me 27 qershor në ora 9 para klubit. Die Busfahrt kostet 10 Euro pro Person. Bileta kushton 10 euro per person. Ushqimi, das Essen und die Getränke zahlt jeder allein. Dërsa ushimin dhe pijet I pagon secili vet. Liebe Freunde, bitte meldet euch bald an, thotë të dashur shok,
paraqitoni sa më shpejt bis tan Heinz Bashke. Këtë letër shënon Heinz Bashke. Tash kemi këtu 3 pyetje. Pyetja e parë thot: Die Sportsfreunde machen jeden Sommer einen Ausflug. De Shamira të sportit bëjnë çdo vit një ekskursion. Was denkst du, Faktor? Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Ausflug machen. Ne të kuptojmë se edhe këtë vit, pasi dëshirojmë të bëjmë edhe këtë vit Sommerausflug, atëherë bën që çdo vit e bëjnë të njëjtin. Kjo është richtig. Der Bus wartet vor dem Vereinshaus. Edhe këtu thot die Bus Auffahrt ist am 27. Juni um 9 Uhr vor dem Vereinshaus. Që bën është sakt, ndërsa e fundit für die Fahrt und das Essen bezahlt jeder 10 Euro. Për udhëtimin dhe ushqimin, secili paguan nga 10 euro. Këtu thot die Busfahrt kostet 10 euro per person, ndërsa ushqimin dhe pijet secili paguan vetë. Kjo është gabim. Tek Teil 2, pjesa e dytë na thot kështu: Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Thot i lexoni tekstet dhe detyrat prej 6 deri tek 10. Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. Ku e gjeni informacionet? Atëherë kryqëzojmë tek A-ja apo tek B-ja. Për shembull, Sie wollen wissen, regnet es in Deutschland? Ju dëshironi të dini apo bie shi në Gjermani. Ku gjejmë tash informata? Tek A-ja apo tek B-ja? Kjo është vetëm një pajishpi ku është e zgjedhme. Thot tek B-ja është e sakta, ku thot www.tvd.de, Deutscher Wetterdienst, Wetter und Klima, Wetter aktuell, Warnungen, Umweltinfos, Klimadaten. Do të tek B-ja e gjejmë informatat sa po bie shi në Gjermani. Kalojmë direkt tek pyetja e 6, që është për neve. Thot: Sie studieren in Frankfurt und möchten eine Wohnung mieten. Thot ju studioni në Frankfurt dhe dëshironi që ta merrni me qira një apartament. Tash ku gjejmë informata, tek A-ja apo tek B-ja? Wohnen in Frankfurt, Wohngemeinschaften, Plätze im Studentenwohnheim, 1- und 2-Zimmerwohnungen. Besoj se është kjo, po do ta shohim edhe tek B-ja. Agentur Spis, kemi një agjencion që quhet Spis. Wir finden für Sie eine neue Zuhause, ne gjejmë për juve një shtëpi të re, günstige Kaufangebote. Thot Kaufangebote, këtu në le ta kuptojmë se tek B-ja nuk gjejmë zgjidhje, nuk gjejmë informata, sepse këtu është jep mundësi për blerje, ndërsa neve na jep thot dëshirojmë të qirazojmë, që i bjen është A-ja. Vazhdyra numër 7. Sie möchten wissen, wie kommt man von Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? Kalëm tek H-ja. Dëshirojmë të dimë se si vim prej tek Hamburger Bahnhof deri tek Hamburger Flughafen, deri tek aeroporti i Hamburgit, Flughafen Hamburg. Unsere Serviceleistungen, Flughafenhotel, Restaurants, Einkaufen, Banken, Geldwechsel oder Besucherführungen. Këtu kemi gjitha se çfarë shërbimesh na ofron, ndërsa tek B-ja thot Abflug, Ankunft, Parken, Flughafenbus, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona. Informata më shumë do të gjejmë tek B-ja. Sie suchen ein Angebot für Urlaubsreise. Ju kërkoni thot një mundësi për udhëtimet pushimeve. Ku gjejmë më shumë informata? www.travel-münchen.de. Der Reiseladen bietet an. Heute Abend aktuell meine schönste Reise. Unsere Mitarbeiter erzählen von ihren Expeditionen um 20 Uhr im Laden. Këtu do të thonë kemi sqarime për atë që kanë bërë pushime, se si kanë kaluar atë, ndërsa tek B-ja kemi www.lastminute.de. Spanien Abflug 27.8. ab Hannover, Hotel Sola, 370 € Woche mit Halbpension, Türkei.
Dhe kemi mundësit këto ku jipat mundësi ose ku jipan oferta më të mira për pushime e kemi tek Bea. Sie suchen eine Wohnung für Ihren Urlaub. Ju kërkoni thot një banesë, një apartament për pushimin tuaj. Kemi schöne 3 Zimmer-Wohnungen im Zentrum von St. Peter-Ording. 5 Minuten zum Meer, 450 € kalt plus Nebenkosten, keine Küche. Kjo është e para. Dërthët e dyta kemi Ferienhäuser und Wohnungen, alle Größen, das ganze Jahr auch für auf den Inseln tek Ishoe. Sylt, Jüst, Amrum und Langeborg. Ju kërkoni thot një apartament për pushimin tuaj, për pushime këta vende që na ofrohen tek e para, St. Peter-Ording nuk është një vend pushimi. Vend pushimi është këta ishojt që i vjen është me bëjen prap. Sie arbeiten in Deutschland. In ihrer Freizeit möchten sie Fußball spielen. Thot ju punoni thot në Gjermani, ndërsa në kohën e lirë dëshironi të luani futball. Ku mundemi të gjeni informata? Aja thot kështu, aktuelle Informationen aus der Welt des Fußballs. Kemi thot informatat aktuelle nga bota e futbollit. Hier finden Sie alles über die Spiele, die Ergebnisse, Fußballstars und die Mannschaften. Këtu kemi do të thonë informata rreth lojrave, rezultateve, yjeve të futbollit dhe për ekipet. Ndërsa tek Bea thot welcher Verein für meinen Sport, cili klub ose shoqat për sportin tim. Klicken Sie an Tennis, Squash, Leichtathletik, Radsport, Fußball, Basketball, Schwimmen und Wasserball. Do të thonë tek Bea mundemi të gjejmë se ku mundemi të luajmë futboll në kohën e lirë, ndërsa tek Aja ke vetëm informata rreth futbollit, lojrave, rezultateve, yjeve dhe ekipeve. Vazhdojmë me pjesën e tretë, Teil 3. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Thot I lexoni tekstet dhe detyrat prej 11 deri në 15. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Ta kryqëzojmë është saktë apo është gabim. Kemi këtu një shembull, Beispiel an der Tür der Sprachschule. Kështu që ndron tek në derë të një shkollës së gjuhës. Zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße. Këtu e kemi vetëm shembullin. Për të mësuar gjermanishtën, thot shkoni thot tek rruga Beethovenstraße në numrin 23. Kjo është zgjedhët, është vetëm Beispiel, është sakt. Kur I lexojmë këtë, e kuptojmë se është sakt. Sprachzentrum. Die Sprachzentrum ist umgezogen. Do të thonë është shpërngul qendra e gjuhës. Sie finden uns jetzt in der Beethovenstraße 23 në rrugën Beethoven numrin 23, siç na jep edhe të gjyra, kjo është sakt. Vazhdojmë me detyrën numër 11 që është për neve. Am Fahrkartenautomaten. Bayern-Ticket. Kemi një bilet të Bayernit. Ein Tag, një ditë, 5 Personen, 5 Personen, 29 €. Ju kuston 29 €. Montag und Freitag ab 9 Uhr, rithon deri të premten. Kemi për orës 9, ndërsa am Wochenende, ndërsa në fundjavë kemi për orës 6 deri në ora 24, po deri në ora 12 të mbrëmjes. Tash na thot këtu. Am Samstag können Sie und Ihre Freundin mit dem Ticket für 29 € fahren. Thot të kështunën, mundeni thot jo dhe shokët tuaj me tiketën për 29 € të udhtoni. Nuk ka të bëjë këtu me ditët, na dha prej fillimi se për 5 persona kushton 29 € dhe kjo është e saktë. Kalojmë te detyra numër 12, im Hotelzimmer, tek dhoma e hotelit. Liebe Gäste, të dashur pushues. Ab 21 Uhr ist die Haustür geschlossen. Këtu thot. Për orës 21, thot dera e shtëpisë apo hotelit është e mbyllur. Bitte nehmen Sie Ihren Zimmerschlüssel mit. Ist auch die Hausschlüssel. Thot ju lutem, thot merrni, thot qelsin e dhomës me vete, thot ai shërben edhe si qelsi I hotelit.
Këtu na thot, nach 22 Uhr kommen Sie nicht mehr ins Hotel. Thot, pas orës 22 do të mos jeni më në hotel. Ti mundesh të vish, kjo është gabim, ti mundesh të vish, mirë po deri në orën 21 është dera qelë, pas orës 21 e shfrytëzon qelësin e dhomës. Dhe si shta këto, ajo është edhe qelësi i hotelit. Eingang, Restaurant, die Hüre Restaurantet. Wir haben für Sie täglich von 11:30 Uhr bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Thot nimet thot të hapur çdo ditë prej orës 11:30 deri në orën 3 dhe prej orës 18 deri në 22. Auch am Wochenende und Feiertagen. Thot gjithashtu thot edhe në vikende dhe në ditë feste. Dettyra thot kështu. Am Sonntagmittag können Sie in diesem Restaurant essen. Thot të dielën në mesditë, ju mundeni të hani në këtë restoran. Mesdita, vlen të cekët është prej orës 12 deri në ora 14. Qatë kësaj orës, prej orës 11:30 deri në ora 15 është e hapur, këtu përfshihet edhe kjo orë që i bjen, kjo është sakt. Tash vazhdojmë me dy pyetjet e fundit. Pyetja numër 14, im Kulturverein Tek, klubi i kulturës. Ab sofort, me njëherë, prej tashit, jeden Sonntag 20 Uhr Filmabend. Thot çdo të shtune në orën 20 kemi Filmabend, kemi mbrëmjen e filmit. Am 3.5. Am 3. Mai, met 3 Mai, im Juli von Fatih Akin. Në këtë ditë e kemi filmin në korrekt të Fatih Akinit. Eintritt 2 Euro. Bileta hyrëse kushton 2 euro. Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen. Thot mundesh të këtë shtune në mbrëmje të shikosh një film. Thot edhe shtunën prej orës 20 mundesh të pa film. S'ka asnjë problem, kjo është sakt. Dhe pyetja e fundit, im Bahnhof, në stacion të trenit. Kartenverkauf an Schalter 1 bis 3. Shitja e biletave tek shalteri 1 deri te 3. Tek ta shalteri 1, 2, 3. Dërsa informationen an Schalter nummer 5. Dërsa informata gjim tek shalteri nummer 4. Fahrkarten können Sie an allen Schalter bekommen. Biletat thot mundeni thot në të gjithë shalterat ti merrni. Kjo është sigurisht është gabim, sepse tek shalteri numër 4 vetëm informacione mund të më marrë, ndërsa bileta mund të më marrë prej të shalteri numër 1 deri tek 3. Kjo është edhe pyetja e fundit për këtë testin e modulit lezën, modulit të leximit, dhe në fund të dashur, ju duhet të gjithë pyetjet që i dhanë në tekstet paraprake, tash ti jepni tek Antwortbogen, kemi lezën dhe sigurisht pyetje e parë i paraqesmi gjithat që i patëm deri më tani. Kjo ishte gjitha, ju faleminderit shumë dhe mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.